datën, por gjykata kushtetuese ngrin Tiranën me pezullimin e procedurës së shkarkimit të Veliajt. Shpjegimet ligjore për Tiranën nuk afektojnë vakancat në bashkitë e tjera, Vlorë, Berat, Tepelencë, Rik dhe Mat. Ndër të tjera, ditaren e mbrëmjes do të ndiqni. Kërkesat e demokratëve për të zhvilluar 2 debate parlamentare u kundërshtuan nga socialistët në argumentin se ato nuk respektonin rregulloren e kuvendit, duke i vendosur edhe kushte politike. Të tjera detaje zbulohen nga dëshmitë e të penduarve të drejtësisë në dosjen Plumbi Art. Eriona Libej deklaroi se dinte vendodhjen e Suel Çelës në kërkim ndërkombëtar si kreu i një organizate kriminale, ndërsa nuk hezitoi të dëshmonte edhe planin për vrasjen e Talo Çelës, një tjetër i shumë kërkuar nga drejtësia. Kuvendi i Kosovës duhet të konstituohet brenda 12 ditëve nga hyrja në fuqi e vendimit nga gjykata kushtetuese. Seanca konstituive sipas gjykatës nuk ka përfunduar pasi ende nuk është zgjedhur nënkryetari i kuvendit nga radhët e deputetëve të komunitetit serb. 3 deri në 4 ditë kohë ka në dispozicion Hamasi që të kthejë një përgjigje për planin e paqes në Gaza. Liderët e botës arabe dhe ata europiane mbështesin planin e paqes, ndërsa roli i Tony Blair në bordin e paqes shihet me skepticizëm nga vendet arabe. Përshëndetje, mirë se erdhët në ditaren e mbrëmjes, do t'jemi bashkë, unë jam Gjoneta Progni. Nëntori çlirimi do të sjellë një betejë të re politike në vend. Edi Rama njoftoi zyrtarisht Bajram Begajin për vakancat në 6 bashki të vendit, ku presidenti do të duhet që brenda të enjtes të caktojë datën, por planet për zgjedhje të shpejta sidomos në Tiranë ja prishi Erion Veliaj me ankimimin në kushtetuese, ku gjykata njofton pezullimin e procedurës së shkarkimit derisa ajo të shprehet. Në protokollin e Bajram Begajit mbërriti shkresa e Edi Ramës që njoftonte për vakancat e krijuara në drejtimin e 6 bashkive, përfshirë edhe karrigen poshtë Erion Veliajit. Por kjo akt që ngjason si një burokraci institucionale, ka shkaktuar një efekt domino në nenet e ligjeve që aktivizojnë organizimin e zgjedhjeve të parakohshme. Ndryshe nga aktet e ndërlikuara juridike, vajtja e shkresës në presidencë do të thotë se Bajram Begaj ka afat deri në datën 2 tetor për të dekretuar datën e zgjedhjeve të pjesshme. Por dilema më e madhe lidhet me datën se kur do të zhvillohen zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Vendim për propozimin për shkarkim të kryetarit të Bashkisë Tiranë, zotit Erion Veliaj. Kush është pro? Miratohet. Erion Veliaj zyrtarisht ka kundërshtuar vendimin e Edi Ramës në gjykatën kushtetuese dhe kjo e fundit e ka regjistruar atë duke njoftuar edhe publikun, përfshirë edhe presidentin e Republikës. Ankimi në gjykatë, sipas kushtetutës, do të thotë se efektet që ka sjell akti i shkarkimit pezullohen derisa të shprehet trupa, apo thënë më thjesht, shkarkimin e Veliajit do ta caktojë zyrtarisht gjykata kushtetuese dhe derisa të shprehet ajo, Bajram Begaj nuk mund të dekretojë një datë për zgjedhjet në kryeqytet. Shpjegimet ligjore për Tiranën nuk afektojnë vakancat në bashkitë e tjera, Vlorën, Beratin, Tepelencën, Rikun dhe Matin, për të cilat presidenti duhet të shprehet me dekret dhe data më e mundshme për organizimin e zgjedhjeve janë 2, 9 ose 16 nëntor 2025, datë të cilën presidenti pritet ta dekretojë brenda ditës së njëjtë. Konferenca e kryetarëve nuk pranoi kërkesën e demokratëve për të zhvilluar 2 seanca debati parlamentar, një për programin e qeverisë dhe tjetra për dënimin e genocidit serb në Kosovë. Socialistët e argumentuan kundërshtin duke nënvizuar se shkresat nuk ishin konform rregullores së kuvendit. Kërkesat e demokratëve për të zhvilluar 2 debate parlamentare ngecën në konferencën e kryetarëve. Socialistët kundërshtuan shkresat e depozituara nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, nën argumentin se ato nuk respektojnë rregulloren e kuvendit, duke vendosur edhe kushte politike. I kam kërkuar që ta sillin në përputhje me rregulloren. Është një përpjekje që nga seanca e parë, edhe nga kryetari i kuvendit, i cili drejton punët e kuvendit, por dhe nga ne si shumicë që në këtë fillim legislature të ndahemi nga eksperiencat e vjetra aty. Çuditërisht, përfaqësuesit e majorancës në konferencë vendosën që në kuvend nuk do duhet të ketë debat. Për demokratët kërkesat për mocion me debat nuk mund të hidhen poshtë me votë dhe duhen pranuar.
Edi Rama don një kuvend pa gojë dhe pa mendje, fiks ashtu siç ka përbërjen e re të grupit vet parlamentar, cilët as mendojnë, as reagojnë, as flasin, vetëm votojnë sa herë urdhrohen nga Edi Rama. Sillni kërkesën në përputhje me nenin 98 të rregullores dhe ne do t'ua miratojmë. Ndasi ndërmjet palëve nuk kishin të bënin vetëm me çështje të politikës së brendshme, por edhe me Kosovën, ku demokratët kishin materializuar edhe një kërkesë për mocion me debat për dënimin e genocidit serb në Kosovë. Por është lajthitje që të vish ti pas 26 vjetëve dhe t'u thush atyre që kanë qenë në këtë detyrë dhe këtë institucion tu, në të nëndë që s'keni bërë detyrë. Dhe do ishte pavend që Shqipëria u kujtua pas 26 vjetësh për ta bërë këtë gjë, kur në fakt realiteti flet tërësisht ndryshe. E kemi bërë këtë gjë. Kjo kërkesë ka mbetur në zyrtaret e kryetarëve të kuvendit 3 deri më tani, dhe kjo është arsyeja pse në nisjet e legjislaturës së re, për shkak se aktet e legjislaturës vjetër na janë kthyer mbrapsh, kemi dërguar mocionin me debat dhe kërkesën për miratimin e një rezolute që dënon, Kuvendi i Shqipërisë dënon gjenocidin serb. Socialistët i kanë lënë afat deri në datën 9 tetor demokratëve që të riformulojnë kërkesën dhe më pas do të jetë seanca plenare që do të vendosë për zhvillimin e tyre. Është Edi Rama dhe përdhun në këtë parlament. Në një situatë të tensionuar në seancën e së martës tek Plumbi i Art, i penduari Erion Alibej tha se i shumë kërkuari i SPAK Suel Çela ndodhej në Peqin, ndërsa për një tjetër të kërkuar të SPAK, Talo Çelën, Alibej pranoi se do të bashkëpunonte edhe me djallin për ta ekzekutuar. Erion Alibej, një nga të penduarit e drejtësisë në dosjen Plumbi i Art, pretendoi në seancën e së martës në gjykatën e posaçme se dinte vendodhjen e Suel Çelës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK si drejtuesi një organizate kriminale. I penduari tha se ishte i gatshëm të bashkëpunonte jo vetëm me Nuredin Dumanin, por edhe me djallin për të vrarë Talo Çelën, po ashtu i shpallur në kërkim nga SPAK. Gjatë dëshmisë së Alibejit në sallë ndodhej edhe i penduari Dumani, me të cilin u përfshi në një debat të ashpër në seancën e kaluar, konflikt që dukej se ishte sheshuar, ndërsa tensioni i radhës u krijua teksa po i përgjigjej pyetjeve të pandehurit Giuliano Hoxha. Alibej i ktheu disa herë përgjigjen se mbaj mend Hoxhës, teksa po pyetej mbi një vajzë me GK ishte dashur e të penduarit. O Erion po kujtoje një gjë se më plase shpirtin, tha i pandehuri Hoxha nga kafazi. Mungesa e reagimit nga i penduari bëri që Hoxha të vijonte: "Pishmani im në jetë është që s'të vrava ty me dorën time." Pyetjes se nëse kishte dashur të vriste vajzën me emrin Megik, Alibej i tha të pyese Suel Çelën. "E ke në Peqin Suel Çelën?" tha Alibej, që sa kaq që kërkoi ndjes për përmendjen e tij, avokatit Sokol Hazizaj, që mbron Çelën në një tjetër proces. Më tej i pyetur nga Hoxha nëse do të bashkëpunonte sërish sot me të dhe Nuredin Dumanin për të vrarë Talo Çelën, Alibej u përgjigj prerë, edhe me djallin për Talo Çelën. Më herët, në përgjigje të Giuliano Hoxhës dhe avokatit të tij, i penduari Alibej tha se Giuliano ne kishte përdorur si informator në vrasjen e Emiliano Ramazanit në korrik të vitit 2020 në Elbasan. Ndërsa për vrasjen e Riger Sirunajt, Alibej tha se Giuliano Hoxha i kishte treguar se e kishte masakruar me thik. Alibej dhe Hoxha u përfshin në një debat edhe kur i dyti i tha se i kishte shoqëruar bashkëshorten, motrën dhe të ëmën në varrezat e qytetit. Nuk e mbaj mend, tha i penduari, por nëse e ke bërë faleminderit. Me nderqofshi, ja ktheu Giuliano Hoxha, po ku di nder ti e palaço fare. Gjatë seancës, avokati i Hoxhës i kërkoi gjykatës realizimin e një ballafaqimi mes të penduarve Erion Alibej dhe Nuredin Dumani. Gjykata e Apelit i ka ulur dënimin biznesmenit italian Francesco Becchetti, duke e dënuar përfundimisht me 12 vite burg nga 17 të mëparshmet. Ulja e dënimit erdhi pas bashkimit të akuzave që përfshinin mashtrim me TVSH dhe pastrim parash. Becchetti vazhdon të jetë në arrati, ndërsa për të është lëshuar një mandat arresti ndërkombëtar. Gjykata e Apelit e jurisdiksionit të përgjithshëm ka vendosur të ulë dënimin me burg për biznesmenin italian Francesco Becchetti, duke e dënuar përfundimisht me 12 vite nga 17 vitet e vendosura më parë nga gjykata e shkallës së parë. Ulja e dënimit u arrit përmes aplikimit të nenit 55 të kodit penal, i cili parashikon bashkimin e dënimeve të ndryshme në një të vetme. Becchetti ishte shpallur fajtor për krijimin e një skeme mashtrimi me TVSH dhe pastrim parash, duke u akuzuar për 4 vepra penale, vjedhje duke shpërdoruar
përdoruar detyrën, pastrim parash, falsifikim dokumentesh dhe krijimi skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar. Në këtë proces i akuzuari tjetër, Mauro De Renzis, u dënua përfundimisht me 12 vite burg nga 16 vjet që kishte vendosur gjykata e shkallës së parë Tiranë. Ai u shpall fajtor për falsifikim të dokumenteve, vjedhje duke shpërdoruar detyrën, krijimin e skemave mashtruese dhe pastrim parash dhe bashkimi të gjithë akuzave në një të vetme solli uljen e dënimit me 4 vite. Ndërkaq, dënimet për Eriona Troplinin dhe Liliana Kondimiti u konfirmuan secila nga 8 vite burg. Vendimin në apel e mori tresha gjyqësore për bërë nga gjyqtarët Genti Shala, Brikena Ukperaj dhe Dritan Hasani. Aktualisht Francesco Beketi vazhdon të jetë në Arati dhe për të është lëshuar një mandat arresti ndërkombëtar. Procesi në apel ndaj tij është shtyrë 20 herë që nga janari i vitit 2024. Gripi ende nuk është përhapur, por vaksinat që sigurojnë mbrojtje ndaj tij janë shpërndarë në të gjitha qendrat shëndetësore. Ekspertët tregojnë arsyet sepse duhet që të moshuarit dhe të sëmurët kronik në mënyrë të veçantë duhet të mbrohen nga gripi i stinës. Sezoni gripit ende nuk ka filluar, por me uljen e menjëhershme të temperaturave nuk përjashtohet ardhja më e shpejtë e tij. Referuar vendeve të hemisferës së jugut që tashmë kanë kaluar stinën e ftohtë, edhe tek ne dimri pritet jetë i ngarkuar me bashkëqarkullimin e gripit, Covidit dhe virusit sincicial njëkohësisht. Presim të kemi virusin e gripit AH1N1, AH3N2, ndërkohë dhe të llojit të B, Victoria, dhe janë pikërisht këto shtame që gjenden në këtë vaksinë. Ndërkohë përmban edhe llojin B Yamagata, e cila është shumë e rrezikshëm, por që realisht në këtë vende nuk është se ka qarkulluar. Nuk kanë filluar rastet e para, ne testojmë çdo ditë, jemi ndoshta herët akoma për të kapur rastet e para ndaj gripit. Zakonisht muajin nëntor, meqense dhe jemi akoma ngrohtë, në muajin nëntor presim që mund të kemi rastet e para me grip, dhjetori rriten akoma dhe më tepër dhe kulmin e saj arrin gripi zakonisht në muajt janar dhe shkurt. Ekspertët e shëndetit publik theksojnë rëndësinë e aplikimit të vaksinës së gripit, veçanërisht për të moshuarit dhe të sëmurët kronik. Aplikimi i vaksinës ka nisur në të gjitha qendrat shëndetësore. Është një vaksinë 4 valente, që sipas ekspertëve siguron mbrojtje ndaj formave të rënda të gripit. Edhe me gripin edhe mund të sëmurësh rënd, edhe mund të shtrohesh në spital, madje çdo vit ne kemi dhe raste humbje nga gripi jeta. Dhe realisht jo vetëm Covidi, po dhe gripi mund të të rrezikojë jetën. Dhe të gjithë personat sidomos që janë me sëmundje shoqëruese, moshat që janë mbi 60 vjeç dhe që kanë probleme të imunitetit, mjafton të aplikojnë një vaksinë çdo fillim sezoni, krijohet një mbrojtje brenda 2 javë dhe për 6 muaj janë të mbrojtur. Janë shpërndarë 280.000 doza, vaksinimi ndaj gripit ka filluar, ecuria është shumë e mirë, deri më sot 15% e dozave janë aplikuar. Nuk ka rëndësi ku e keni qendrën shëndetësore, vaksinën e gripit mund të aplikoni në qendrën më të afërt, duke shkuar atje apo përmes aplikimit në Albania. Aktualisht bëhen rreth 100 vaksina në ditë. Prioritet janë grupet në risk që janë me diagnoza, por ka dhe fëmijë të vegjël që kanë bërë, jemi goxha nëpërmjet mikut familjes janë emëruar dhe vinë aplikon. Sezoni virozave sapo ka filluar. Ndryshe nga gripi që pritet izolohet në muajt e ftohtë, Covid nuk njeh stinë. Vera që sapo kaluam dhe muaji i parë i vjeshtës ishin të mbushur plot me raste me Covid. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka njoftuar të martën se seanca konstituive e Kuvendit Kosovës nuk ka përfunduar. Sipas njoftimit, seanca duhet të përfundojë brenda 12 ditëve nga hyrja në fuqi e aktgjykimit të saj të 30 shtatorit. Seanca konstituive e Kuvendit e filluar në datën 15 prill 2025 nuk ka përfunduar si rezultat i moszgjedhjes së nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e deputetëve të komunitetit serb, dhe Kuvendi nuk është konstituar në pajtim me përcaktimet e paragrafit 1 të nenit 66 dhe paragrafët 1 dhe 4 të nenit 67 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, thuhet në njoftimin e kushtetueses. Aktgjykimi i plot nuk është publikuar ende në faqen e këtij institucioni. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka dhënë Hamasit një ultimatum për të pranuar ose jo propozimin për paqen. Keni 3 ose 4 ditë kohë, shpreh kreu i Shtëpisë së Bardhë përpara se të kërcënonte se grupimin palestinez e pret ferri nga Izraeli nëse përgjigjen me jo ndaj planit me 20 pika.
Megjithatë, edhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pati kundërshti apo lexim ndryshe të asaj që shkruhej në propozim. Ai njoftoi se kundërshton me forcë perspektivën për një shtet të Palestinës. Sipas tij, këtë qëndrim e mbështet edhe presidenti Trump, por presidenti amerikan në fjalën e tij të fundit për mediat konfirmoi se nëse zbatohet plani i tij në tërësi, do të ishte diçka tepër historike dhe mbi të gjitha do të vendoste paqe të përhershme në lindjen e mesme. Do t'u jap atyre 3 apo 4 ditë, do ta shohim si do të shkojë. Të gjitha vendet arabe mbështesin planin, vendet muslimane janë të gjitha në mbështetje të propozimit, Izraeli gjithashtu. Ne thjesht po presim Hamasin dhe Hamasi, ose do ta pranojë ose jo, dhe nëse nuk e bën, do të jetë një fund shumë i trishtueshëm për ta. Nuk ka shumë hapësirë për ta negociuar. Ajo që duam nga Hamasi është shumë e thjeshtë. Duam që pengjet të kthehen menjëherë dhe duam sjellje të mirë dhe e dini që është shumë e thjeshtë. Nuk bëhet më e thjeshtë se kaq. Ne kemi nënshkruar marrëveshje me çdo vend në lindjen e mesme. Kjo është si një gjë e pamundur, nuk është bërë kurrë më parë. Kjo është më shumë se Gaza. Gaza është një gjë e madhe, por Gaza është një pjesë e saj. Nëse Hamasi refuzon, Izraeli do të bëjë atë që duhet bërë. Ata mund ta bëjnë atë shumë lehtë. Unë do t'i lija të shkonin dhe të bënin atë që duhet të bëjnë. Ne kemi vrarë rreth 25.000 anëtar të Hamasit, kështu që sigurisht ata paguan një çmim shumë të lartë për 7 tetorin. Dhe ky është një grup krejtësisht e ri. Ata shtohen dhe vazhdojnë të shtohen, por ky është një grup krejtësisht i ndryshëm dhe udhëheqja e tyre është vrarë 3 herë të ndryshme, pra ata paguan një çmim të lartë. Shpresojmë që ata do të kenë një jetë të qetë dhe të këndshme. Ndoshta nuk do të ndodh, por nëse ndodh, do të jetë një nga gjërat më të mëdha që kanë ndodhur ndonjëherë. Do të kemi paqe të vërtetë në lindjen e mesme. E mbar bota ka reaguar pozitivisht për planin e paqes në Gaza të ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Liderët evropian dhe ata të lindjes së mesme theksuan se propozimi ofron mundësi reale dhe historike për izraelitët dhe palestinezët. Udhëheqësit evropian dhe të lindjes së mesme kanë mirëpritur planin e paqes të Amerikës për Gazën. Propozimi i dakordsuar nga presidenti Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu parashikon një ndërprerje të menjëhershme të luftimeve, lirimin brenda 72 orëve të 20 pengjeve të gjalla izraelite të mbajtura nga Hamasi, si dhe dorëzimin e pengjeve që besohet të jenë të vdekura, në këmbim të qindra banorëve të Gazës të ndaluar. Autoriteti palestinez, i cili qeveris pjesë të bregut perëndimor të pushtuar nga Izraeli, i ka quajtur përpjekjet e presidentit amerikan të sinqerta dhe të vendosura. Në një deklaratë të përbashkët, ministrat e jashtëm të Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabisë Saudite, Katarit, Egjiptit, Jordanisë, Turqisë, Indonezisë dhe Pakistanit thanë se mirëpritën udhëheqjen e Trump dhe përpjekjet e tij të sinqerta për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Ata nënvizuan se ishin të gatshëm të angazhoheshin me SBA-n për të finalizuar dhe zbatuar marrëveshjen, e cila sipas tyre duhet të çojë në një zgjidhje me 2 shtete, sipas së cilës Gaza është plotësisht e integruar me bregun perëndimor në një shtet të Palestinës. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se ishte i inkurajuar nga përgjigjja pozitive e kryeministrit Netanyahu ndaj propozimit. Ai shtoi se të gjitha palët duhet ta shfrytëzojnë këtë moment për t'i dhënë paqes një shans të vërtetë. Ish kryeministri i Britanisë së Madhe Tony Blair është rikthyer përsëri në skenën ndërkombëtare, i urryer në shumë vende arabe për mbështetjen e tij ndaj fushatës së Bushit në Irak dhe Afganistan. Blair ka ndërtuar marrëdhënie të forta me sauditët pavarësisht kritikave, por nuk mund të thuhet e njëjta gjë për vendet e tjera arabe. Si ndërmjetës, Blair sjell përvojën e tij në Irlandën e Veriut, por shumë analistë besojnë se nuk do të ketë ndonjë ndikim në formësimin e Palestinës si shtet. Kur Tony Blair u ngarkuar për herë të parë me detyrën e krijimit të një paqe të qëndrueshme mes Izraelit dhe palestinezëve në vitin 2007, shtëpia e Barë palemroi se ish kryeministri britanik nuk ishte Superman dhe se nuk ishte pelerin. Pasi dështoi të arritë shumë gjëra të rëndësishme natyrore, Blair po përgatitet përsëri të përballet me një nga konfliktet më të vështira në botë, pasi pranoi të shërbente në një komitet të udhëhequr nga presidenti i SBA-s Donald Trump për të drejtuar Gazën. Përfshirja e Blair shkaktoi mosbesim midis politikanëve dhe analistëve palestinezë dhe midis shumë pjesëmarrësve në konferencën vjetore të Partisë së tij Laboriste në Britani. Reputacioni i tij u njollos
por gjithmonë nga vendimi i tij për të mbështetur pushtimin e Irakut nga George W. Bush në vitin 2003. Por emërimi i mundshëm, nëse plani vazhdon, u mirëprit nga disa ish diplomatë dhe kolegë të cilët argumentuan se Blair kishte besim tek SBA-t, izraelitët dhe shumë nga shtetet e gjirit, dhe se ishte vështirë të gjeni dikush që mund të bashkonte të gjitha palët. Disa që mbështesin atë për këtë rol theksuan se si kryeminist britanik, ai luajti gjithashtu një rol kyç në sjelljen e paqes në Irlandën e Veriut pas 30 vitesh dhune sektare. Zyrtari i Hamasit, Taher al-Nono, hodhi poshtë çdo rol të Blair, duke thënë se grupi nuk do të pranonte vendosjen e kujdessarisë së huaj mbi popullin ton. Populli ynë është mjaft të menaxhojë vetë punët e vet, tha ai. Blair u përfshi në propozimin e paqes për 20 pika ashtu Trump për Gazën, i cili do të jepte fund luftës mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit dhe do të shite një bord paqe të mbikëqyrësve ndërkombëtar që të merrte këtë rol, të udhëhequr nga Trump dhe duke përfshirë Blair në një rol të papërcaktuar. Trump tha se Tony Blair kishte kërkuar të bashkojë me bordin dhe përshkroi atë si njeri shumë të mirë. Zyra e Blair nuk pranoi të komentonte më tej për ndonjë rol, citon Reuters, por publikoi deklaratë duke thënë se propozimi ishte një plan i guximshëm dhe inteligjent që ofron shansin më të mirë për të dhënë fund luftës. 72 vjeçari kaloi 10 vite si kryeminist në Britani dhe disa orë pasi datoroi që në vitin 2007 u emërua si dërguar i lindjes së mesme, i cili përfaqësonte SBA-n, Rusin, Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, i ngarkuar me ndërtimin e institucioneve palestineze dhe promovimin e zhvillimit ekonomik. Por qëllimi i tij deklaruar për të siguruar një zgjidhje të negociuar me dy shtete nuk pati përparim. Dhe bisedimet e paqes që po ngjesin të shtuan në vitin 2014. Shumë palestinezë nuk e shohin atë me dyshim për një rol ndërmjetësimi, të cilët e shihnin si një favorizues të Izraelit. Që nga largimi në vitin 2015, ai ka themeluar institutin Tony Blair, i cili këshillon një qeveri të ndryshme. Blair ka qenë gjithashtu këshilltar i JP Morgan që nga viti 2008, duke qenë antar i Këshillit Ndërkombëtar të Bankës më të Madhe Amerikane, i cili këshillon mbi gjeopolitikën. E kaluara e Blair mund t'i zemërojë palestinezët, të cilët e shohin ato si të anëshëm në Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit, dhe si shumë arabë e shohin pushtimin e Irakut si krim lufte. Qeveria amerikane mblodhi qindra zyrtarë të lartë ushtarak të vendit në një takim. Në fjalimin e tij Trump diskutoi vendosjen e nëndeceve bërtamore në Rusi këtë verë, duke kritikuar edhe ish-presidentin rus Dmitri Medvedev. Trump theksoi se kërkonte të merrte çmimin Nobel pasi sipas tij kishte ndaluar gati 8 luftra, mes tyre edhe atë mes Serbisë dhe Kosovës. Presidenti i SBA-s Donald Trump hodhi poshtë kërcënimet bërthamore ruse në një fjalim para qindra gjeneralëve dhe admiralëve amerikanë. Kohët e fundit ne u kërcënuam pak nga Rusia, tha Trump, duke referuar dërgimit e një nëndecje bërthamore në Rusi në fillim të kushtit. Arsyeja për këtë ishte një mosmarrëveshje në media sociale me ish-presidentin rus Dmitri Medvedev. Medvedev pat folur për një hap drejt luftës, pas ultimatumit të ri të Trump për paqen në Ukrainë. Të martën në Quintaco të Virginias, Trump tha se kishte dërguar vetëm një nëndecje bërthamore në brigjet e Rusisë, ndërsa më parë kishte folur për 2. Ai nuk pranoi të komentonte për nëndecjen e dytë. Pa përmendur në mënyrë eksplicite emrin e Medvedev, Trump tha se një person vërtet budalla e kishte përdorur fjalën bërthamore në atë kohë. Unë i quaj fjalën me n. Ka 2 fjalë me n dhe nuk mund të përdorësh asnjërin, theksoi presidenti amerikan. Ai gjithashtu vlerësoi aftësinë ushtarake të SBA-s në fushën e nëndeceve. Ushtria amerikane është 25 vite përpara Rusisë dhe Kinës në këtë fushë, shpjegoi. E jona nuk mund të gjendet, e tyre është e lehtë për të gjetur, tha Trump. Of Russia and China in submarines. Russia is actually second. Në fjalimin e tij Trump foli përsëri për çmimin Nobel të paqes. Çdo gjë tjetër do të ishte një fyerje për Shtetet e Bashkuara, tha Trump. Megjithatë ai shtoi se nuk e donte çmimin për vete. Përkundrazi, Shtetet e Bashkuara duhet ta marrin çmimin Nobel. Trump tha se është pyetur vazhdimisht nëse do të merrte çmimin Nobel për arritjet e tij. Absolutisht jo, përgjigjei ai. Do t'i japin dikujt që nuk ka bërë asgjë të mallkuar, u ankua republikani. Ndoshta çmimi i këtij viti do t'i shkojë një autori që shkroi një libër rreth mënyrës së të menduarit të Trump dhe asaj që u desh për të dhënë fund lutrave, tha ai. Trump flet vazhdimisht për luftat që u ka dhënë fund. Ai përmend ndër të tjera konfliktet mes Indisë dhe Pakistanit, Egjiptit dhe Etiopisë, si dhe Serbisë dhe Kosovës. Ishte gjithë çka e përgatitur për ditarin e mbrëmjes në CNN. Unë ju përshëndes këtu, natën e mirë.